Mirë se erdhët të dashur fëmijë. Si jeni? Si keni kaluar këtë javë? O, mësues, nxënësit ka qenë shumë të mirë. Ashtu? E po gëzohem Gjelbrina. Gjelbrina, e diti se çfarë është kjo? Kjo? Është kartolinë, mësues. Po, përse tani, mësues? Ende nuk është viti i ri. Gjelbrina, së pari kartolinat nuk dërgohen vetëm për vitin e ri, por edhe për festa dërgohen, për kremtime tjera, dërgohen dikujt për fejesi i dërgohet dikujt për martesë, për ndonjë lindje fëmije dhe për ndonjë ditë lindje, për... A, mësues, se ki ditë lindje. Jo, Gjelbrina, nuk e kam ditë lindje, as ndonjë festë tjetër. Nuk ma kanë dërguar mua këtë kartolinë. Këtë kartolinë e bleva në dyqan, për t'ja dërguar mbesës sime, Kaltrina. Ajo e ka ditëlindjen. Prandaj unë do t'ja dërgoj këtë kartolinë Kaltrinës. Do të më ndihmosh Gjelbrina që ta shkruajmë? O, mësues, me pa durim pres të ndihmoj. E dashur kartolina. Kaltrina. Kaltrina. Më falë, mësues. E dashur Kaltrina. Urime ditëlindjen. U bëfsh 100 vjeç. E dashur Kaltrina. Gëzuar ditëlindjen. U bëfsh 100 vjeç. Shumë bukur, shumë bukur. Pastaj, Gjelbrina do t'ja jap Eratebës t'ja dërgoj kartolinën Kaltrinës. Ndërsa ne do të vazhdojmë me orën, apo jo Gjelbrina? Po. Pra, të dashur fëmijë, mbesa ime e ka emrin Kaltrina. Ju i dini shkronjat A, L, T, R, I, N dhe A. Ashtu? Po, ndërsa sot do ta mësojmë shkronjën e tingullit të parë që dëgjohet tek emri Kaltrina. Ashtu i ju lumt, shkronjën K. Pra, Kaltrina. K e madhe e shtypit. K e vogël e shtypit. K e madhe e dorës. K e vogël e dorës. K. Kamera. K. Kukulla. K. Kali. K. Kumbulla. K. Kanarina. K. Kloni. Me siguri edhe Kloni dhe Lorena vazhdojnë lojën e tyre me gjë-gjëza. E di që ju pëlqejnë juve shumë gjë-gjëza, por të shohim se çfarë gjë-gjëze kam për sot. Wow! Lorena! Po, ku është Lorena? Qa do bëj vetëm këtu sot? Lorena! U friksove? Jo, me Lorena, po nuk friksohem, se unë jam shumë i fuqishëm dhe shumë i guximshëm dhe shumë i mençur. Po ku ishe ti? Une? Aha, ku ishe? Unë mësova një lojë të re. Wow, ke mësuar një lojë të re që do ta luajmë sot? Do të më mësosh edhe mua? Po. Hajde, si fillon loja? Është alfabet. Alfabet, ha? Ashtu dhe? 3. A. 3 herë. B. 3 herë. A. 3 herë. B. Alfabet. Sa lojë kësë që është. Edhe njërë. Alfabet. 3 herë. A. 3
Treher. B, B, B. Treher. A, treher. B, alfabet. Wow, sa loje këndshëm, sa loje mirë që është. Wow, Lorena, u kënaqja me këto lojat e tua, që i ke shumë të mira dhe shumë interesante, po sikur të kisha një karrike, do ulesha dhe do doja që të më mësoje edhe loja të tjera. Por përpara se të shkojmë te loja, do më thuash edhe një gjë gjës për sot? Ha? Hajde ma thoj. Në të ullësh si në shaj, s'është gomar e s'është askar. Në gomar edhe në të ulesh si në shal? Jo. As gomar. Po si është, Lorena? Në të ullësh si në shaj, s'është gomar e s'është askar. është... Ma thoj shkronjën e parë? Kë. Kali e gjeta, Kali është Kali. Jo. Po, gomari atëherë, gomari. Në qoftë se nuk është Kali, atëherë është gomari. Fillon me shkronjën K, jo me G. Oh, jo me G, atëherë është kamioni e gjeta, e gjeta. Jo. Po kush është, Lorena, kush është atëherë? Është karika. Wow, e dia përgjigjen, e dia. Po ishte shumë e lehtë kësaj radhe. Ju e gjetët gjë e gjëzën, por kloni jon as kësaj radhe nuk e gjeti. Vetë deshti të uli në karige për të pushuar dhe nuk e gjeti fjalën për karigen. Të shohim se si shkon gara me fjalë të urta, te gjyshi magjik dhe miku i tij. Mirë se erdhët të dashur fëmijë. Sot do t'ju flas për cybergjyshin, mikun tim, me të cilin mbaj gara çdo ditë në internet me fjalë të urta. Ai ndonjëherë flet shumë. Për shembull, unë i tham një gjë, ai më flet krejtësisht një gjë tjetër. Unë i tregoj diçka, ai më tregon krejtësisht diçka tjetër. Kjo nuk është mirë. Prandaj fëmijë të dashur, ju mos u sillni kurrë si cybergjyshi. 2 vesh dhe një gjumë. Fol pak e dëgjë shumë. Ju pëlqen? E pra edhe ju duhet të flitni pak, të dëgjoni më shumë. Vetëm duke dëgjuar, më të vjetrit mësuesën do të mësoni. Shoku sa duhet atë qortohet. E mirë, përbes e mirë. Më duket se e kuptoj ma në fund se unë e qortoj ndonjëherë, sepse e dua, kam mik. Nëse nuk ja themi shokut kritikat, ta dini se nuk e duani. Prandaj ndonjëherë duhet ja tërhiqni vëmendjen. Ti bëni vrejtje se nuk e ka mirë. Tani kë mendon se më mundi me këtë fjalë të urtë. E dini si thonë kësaj kur dikush njëherë bën diçka të mirë? Ha? S'mbushet thesi me një kokër. Tak! Do me thonë se duhet shumë fjalë të urta, të mira, që të më fitoj mua. Të dashur fëmijë, iko e kuptoj. Edhe ju të dashur fëmijë duhet të mësoni çdo ditë. Çdo ditë ta mbushni kokën plot me dituri. Vetëm me një mësim nuk mblidhet dituria. Mirupafshi. Mësues. Urdhëro. Hej, kënga. Kori mësues. Po, do me thënë, Kori Xixëllonjat? Po, Kori Xixëllonjat ka përgatitur një këngë shumë të bukur, mësues. Ashtu, atëherë edhe ne duam ta dëgjojmë. Na dërgo pra atje. Lëvish petas gjë nuk han, ketri
kopshtin tim. Unë jam me ta flokë parë, jam me bukur zemër parë. Ketër, ketër shoku im, vjen të luajmë kopshtin tim. Unë jam me ta flokë parë, jam me bukur zemër parë. Je i shpejt cupeca, më kërkon mua prap, më kërkon mua prap. Dashur fëmijë, ju me siguri keni parë dhe sfilata mode. E dini ju se kush i bën modelet e rrobave? Tani do të shkojmë të vizitojmë një zonjë e cila bën modele rrobash. Përshëndetje fëmijë të dashur. Sot e mësojmë shkronjën K. Shkronja K është shumë e bukur. Shumë fjalë të bukura fillojnë me shkronjën K. Unë quhem Krenare Rugova, që do të thotë se emri im fillon me shkronjën K. Me shkronjën K po ashtu fillon edhe fjala kreator, që është dhe profesioni im. Me shkronjën K fillon edhe fjala krijim, që e bën një kreator. Një kreator krijon gjëra të bukura. Kur një kreator krijon gjëra shumë të bukura, atëherë ai është apo ajo është shumë krenare për punën e vet. Edhe unë, kur isha e vogël, kam menduar se çfarë do të bëhem kur të rritem, sikur ju. Mirë po fillimisht, më është dashur të shkoj në shkollë, t'i mësoj shkronjat, pastaj të rritem dhe ta zgjidhi profesionin tim. Tani, me qenë se jam kreatore, krijoj fustana, palto, mantila të ndryshme për femra. Ngjyra më së shumti që më pëlqen, tani, është ngjyra e kaltër. Kështu që në koleksionin tim të fundit kam vendosur që të përdori shumë ngjyrën e kaltër. Ngjyra e kaltër është një ngjyrë shumë e ndezur dhe e hareshme. Porosia ime për ju fëmijë të dashur është që t'i kushtoni shumë rëndësi shkollës, t'i kushtoni shumë rëndësi shkronjave dhe leximit. Nëse lexoni shumë, atëherë do t'jeni më të aftë që të keni një imagjinat të shumë të gjerë dhe të krijoni pafundësisht. Në kthesën e parë të lagjës Kalabria, jeton kushtrimi me familje. Banesa e tij gjendet në katin e 4. Në korrik kushtrimin e vizitojnë kushërirët nga Kumanova. Ata kalojnë shumë mirë së bashku. Zakonisht në ora 4 pasdite, babai e dërgon kushtrimin dhe kushërirët e tij në fushë të kalerimit. Ata kanë shumë qef kalerimin. Sa shumë kënaqeshin me kuajt e tyre. Babai ulej në një teras, porosiste çaj kamomili dhe i këshillon të fëmijët të kenë kujdes. Babai i vështronte me kurreshtje fëmijët. Kodrat që shtrihen përreth e pasuronin pamjen. Babai, pasi konsumoi pamjen, uli shikimin ka fushat ku kaleronin fëmijët. Koha ishte e përkryer. Dielli lëshonte rrezet që theshin në përkodra. Kushtrimi kishte një kohë të gjatë që kaleronte një kal të caktuar. Ai nuk e ndronte asnjëherë atë. Kali i tij ishte shumë i kujdesshëm dhe krenar. Kalonte në përkthesa e pengesa pa problem dhe me kokën lart. Kushërirët i kishin lakmin kushtrimit për kalin e tij krenar. Edhe kushtrimi ndihej shumë krenar me kalin e tij. Së bashku ata kalonin kohën shumë mirë. Pas kalerimit, babai kthente në shtëpi fëmijët me kamionin e tij të kaltërt. Koleksioni magjik. Fëmijë të dashur, gjatë një vizite në një qytet magjik kemi zbuluar një koleksion magjik. E dini se çfarë është koleksioni? Koleksion është mbledhja disa gjërave origjinale që kanë të bëjnë me një temë, mbledhjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Koleksionin magjik do e zbulojmë me Albanin dhe Dardanin. Ky koleksion ka të bëjë me gjëra të vjetra shqiptare, si libra, harta, vizatime, pulla postare, monedha dhe banknota. Librat, hartat
vizatimet janë të bëra nga autorë të huaj dhe kanë disa qindra vite, kurse pullat postare, monedat dhe banknotat janë që nga viti 1912, themelimi i shtetit shqiptar e deri me 1944. Pra janë një pjesë e historisë sonë që na tregon se si kanë jetuar më herët të parët tanë. Libri Skanderbeg, Historia shqiptare, shekullit 15 nga Zon Kada, botim Milano në vitin 1874, që flet për figurën e Skanderbeut. Historia e Skanderbeut nga Jacques de Levardeux, botimi Paris 1621, libri është i shkruar në frëngjishtën e vjetër dhe tregon jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit Skanderbeut. Liber këndimi, botimi Ministrisë së Arsimit i vitit 1938 për fëmijët e klasës së tretë. Tani jeni duke parë edhe alfabetin i lirë, i cili është i botuar në vitin 1720. Hartat janë botim nga viti 1700 e deri me 1890 dhe tregojnë shtrirjen e perandorisë lire në kohë të ndryshme. Harta e perandorisë romake nga H. Selves, botuar në Paris në shekullin 18, Atlasi universal i gjeografisë së vjetër dhe moderne, i botuar në vitin 1842 në Paris, me autor Vuillet. Banknotat janë monedat nga letra. Këto janë të viteve 1919 e deri me 1944. 20 franga nga viti 1938. 20 franga ari, viti 1926. Monedat e Shqipërisë datojnë nga viti 1926 deri më 1930. Postat e qeverisë së përkohshme të Shqipërisë 1912-1913, me njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, janë përdorur këto pulla. Pullat Shqipëria e Lirë 1913. Posta shqiptare 1922. Kjo pull na tregon fluturimimin e parë shqiptar Vlonë Brindizi, data 21 maj 1928. Edhe ju, të dashur fëmijë, filloni të mbledhni gjërat që ju pëlqejnë, sepse kështu do të krijoni koleksionin e gjërave tuaja me vlerë. Po? Po? E po mirë Erateba, ne do të vim pas teje. Të dashur fëmijë, Erateba sot ka vendosur të na dërgojë në një shkollë fillore. Atëherë, si jeni sot? Keni mësuar? Si çdo radhë tjetër, edhe sot do ta mësojmë një shkronjë të re, një tingull të ri. Atëherë, kush mundet të më tregojë nga ju se çfarë po shohim në këtë në mesin e klasës? Albana? Unë po shoh këmishën. Këmishën? Dikush tjetër? Unë po shoh krevatën. Krovatën. Kemi edhe diçka tjetër? Kemi edhe këpucet. Këpucet. Leonis? Unë po shoh karrocën. Bravo. Atëherë, dini ndonjë emër të qyteteve, të fshatra, të njerëzve që fillon me këtë tingull K? Renesa? Kiev. Pse Kiev? Pse zgjohet Kiev? Pse shtati im quhet Kiev? Bravo, bravo. Katrina? Shkolla jote quhet Kajtas Ramadani. Të ljum. Shteti im quhet Kosova. Bravo. Çfarë mësuam sot? Cilin tingull? Bravo. Sot do të bëjmë përpunimin e shkronjës K. A kemi ndonjë shok në klasën tonë që ka emrin që fillon me K? Katrina? Kronin, pra. Kronin, mund të vitë të mësusja? E atë mësusja. Do të veshim ashtu si që është kronin në abetaren tonë. Eja kronin? A duket ashtu? I bjen edhe ati e madhe kështu këmisha? Pra, edhe ne kemi në klasën tonë.
Po diçka tjetër keni haruar çfarë ka Kroni? Shikoni një. A pra, i ka dhe këpucët. I ngjan Kroni ton? Që e kemi aty? Kroni ka kravatën edhe e kuqe. Pra, këtu kemi K e madhe. Katër shkronjat K që i kemi të ndërtuar në fjalin ton, ti rrethojmë vetëm shkronjën K. Atëherë fillojmë nga e para. Kroni, pastaj K, rrethoni ju bashkë me mua. Kravatën edhe kuqe. Ketri pse me anë të lesit e mija, po ato kokra qa shumë e dëfe mija. Ketri në përdet, hua s'marrë vesh të lesjet e tua vetë dhe qesh. Vërtet, nxënësit ishin shumë të përgatitur. Ju e dini të dashur fëmijë që Erateba ju ndjek. Prandaj, mësoni, bëni detyrat, jini të vyeshëm, respektoni prindërit, që ne të vim për vizitë në shkollën tuaj. Mirupafshim deri në orën e ardhshme. Mirupafshim. Shut the